shtetërore. Faktikisht edhe në kuadër të tyre përgjithësisht veprojnë të kthyen, të shikojnë apo edhe stabilitetin ekonomik dhe mirëqenien ekonomike dhe sociale të qytetarëve, sepse faktikisht çmimet rriten për çdo ditë, ndoshta pagat rriten ndër vite. Faktikisht kjo është apo këngesë me një vend dhe është e papërballueshme për shtetëtarën. Po thuat Bellaqa që pagat mbesin të njëjta, por çmimet rriten për ditë. Prandaj edhe po bëhet një kosto jetë e papërballueshme për qytetarët. Është e vërtet. Kjo do duhet në momentin ku ka rritje të çmimeve apo të inflacionit, në këtë rast do duhet të indeksohen pagët qoftë sektori privat apo sektori publik, apo do duhet të ketë mbështetje sociale të vazhdueshme, jo mbështetje sociale të kufizuar, dhe duhet të kemi një sistem social të mbrojtës që të mirën masa afat shkuar të faktikisht për mbrojtje sociale me mbështetje në forme të ndryshme, mirë po financiare, mirë po zgjedhja është afat gjatë, është reforma, do duhet strukturuar në aspekt ekonomik, reforma në prodhim, mënyrë që të krijohet një prodhim i brendshëm. Afat gjatë është reformë. Afat gjatë në këtë rast në mënyrë që të ketë zgjidhje afat gjatë dhe të qëndrueshme, sepse në këtë rast faktikisht